Sali Berisha ka ndërtuar një strategji komunikimi që është në natyrën e tij 35 vjeçare ndaj drejtësisë, ai sulmon egërsisht çdo gjyqtar apo prokuror që guxon të jetojë mbi të apo njerëzit e tij, apo gjyqtar që ka në dorë një çështje ndaj tij. Rasti i Irena Gjokës është ilustrimi më konkret i kësaj strategjie, ku kreu i PD-s agreson me batare të gjata dhe të pandërprera, një gjyqtare të GJKO-s e cila ka trajtuar dhe trajton çështjen penale ndaj tij. Ky akt nuk është gjë tjetër veç se një vepër penale e shkruar e bardha mbi të zezë, por përveç kësaj, është një agresion verbal që krijon një klim dhe efekt domino në radhët e prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë në dorë çështje ndaj ish-presidentit dhe ish-kryeministrit. Këshilli i lartë i gjyqësorit, i cili është organi më i lartë i qeverisjes së gjyqësorit, ka një kompetencë dhe mbrojtjen e të gjithë personelit të drejtësisë. KLG ka bërë një mbledhje ku asnjë fjalë nuk ka nxjerrë mbi shantazhin që vijon t'i bëhet nga kreu i PD-s një gjykatëse kundër krimit dhe korrupsionit. Njëjtë ndodh edhe me KLP-n, që nuk flet asnjë fjalë për sulmet e egra të Berishës ndaj Altin Dumanit apo prokurorëve të tjerë që kanë çështje ndaj tij, si Arben Kraja apo të tjerë. Kemi parë deklarata jo të ndrojtura të drejtuesve të këtyre dy institucioneve ndaj Edi Ramës, kur kryeministri ka komentuar vendime apo mosveprime të prokurorëve e gjyqtarëve të caktuar, por asnjëherë një qëndrim institucional ndaj këtij shantazhi që është kthyer në një strategji e caktuar, e cila ka arritur frytet e veta, duke friksuar anëtarë të institucioneve të drejtësisë. Sipas të gjitha gjasave, edhe heshtja e KLG dhe KLP nuk ka përgjigje tjetër veç se efekt direkt i strategjisë së Sali Berishës, pra një friksim se nëse flasim, sulmi do të thellohet e do të vijojë siç ndodh me kolegen e tyre, që do të thotë tekstualisht se këto institucione nuk kanë aq kurajë ose të kryejnë detyrën normalisht. E në këtë rast, institucioni që duhet të marrë në dorë këtë situatë rënd është ai që zgjedh krerët e këtyre institucioneve, pra Parlamenti i Shqipërisë, përkatësisht Komisioni i Ligjeve, por edhe seanca plenare. Kritika ndaj gjyqtarëve, një vendimi, apo edhe ndaj anëtarëve të veçantë të gjyqësorit, ndodhin edhe në vende të ndryshme të botës, por jo rasti kur një politikan që është në proces gjyqësor të sulmojë e shantazhojë gjyqtarin e çështjes.